Çelet sërish procesi legalizimeve për të gjithë ata qytetarë të cilët posedojnë ndërtime pa leje, por që nuk kanë pasur mundësi të aplikonin më parë për t'i legalizuar. Një gjë e tillë është mundësuar fal një vendimi të Këshillit të Ministrave, i cili ka hyrë në fuqi në fund të vitit kaluar, dhe tashmë janë vetë specialistët e kadastrës, të cilët do të shkojnë në bloqet kadastrale për të krehur zonën dhe për të identifikuar objektet informale për të cilat nuk ishte aplikuar më parë. Juristja Rodiona Kame thotë se do të jetë vetë institucioni që do të hartojë dokumentacionin për këto objekte dhe do të procedojë me dhënien e lejes së legalizimit. Të gjithë ata qytetarë, të cilët posedojnë një ndërtim informal, por për një mirë arsye nuk kanë arritur që të aplikojnë, tashmë ju jepet aksesi për të filluar procedurën e aplikimit. Dhe besoj se në komplet qarkun e Korçës ne kemi filluar që të bëhet si procedurë, dhe kjo ndodh tashmë kryesisht nga institucioni i kadastrës. Në momentin kur në plan veprim të institucionit do të përcaktohen ato që ne i quajmë njësi kadastrale ose zona kadastrale të punës, grupet e specialistëve të terrenit do të paraqiten për bloqet kadastrale për të krehur zonën dhe për të identifikuar të gjitha ndërtimet informale për të cilat nuk është aplikuar më përpara nga këto subjekte që i posedojnë, dhe më pas do të plotësohen dokumentacioni nga ana e institucionit tonë dhe do të vijohet me emetimin e aktit administrativ të lejes së legalizimit. Në qarkun e Korçës mendohet të jenë të shumta objektet informale për të cilat nuk është aplikuar më parë për legalizim, por ende nuk ka shifra konkrete të objekteve, pasi puna për identifikimin e saktë të tyre sapo ka nisur.